Në kuadër të aktivitetit veror Tetovan Fest, nga 17 deri 19 korrik zhvillohet aktiviteti me moton Njih Tetovan, aktivitet kulturor për fëmijët e mërgjimtarve. Me udhëheqjes të guidës, fokus të faktet kronologjike, arkitektura dhe trashëgimia, dhe fokusit e ndërveprimi shoqëror, ndryshimet në mentalitet dhe transformimi i hapësirës urbane, udhëheqësit e guidës Kujtim Ahmeti, historian, dhe Ridvan Azizi, sociolog, bashkë me fëmijët përshkuan në këmbë rrugët e Tetovës, duke mësuar për rëndësinë historike të secilit monument, ndërsa njëkohësisht patën mundësi të socializohen, të krijojnë miqësi të reja dhe të kalojnë një ditë aktive e të mbushur me përvoja të vlefshme. Synime ka që fëmijët e mërgjimtarëve, por jo vetëm, edhe fëmijët tjerë të cilët jetojnë në Tetovë dhe rrethin, njoftohen me trashëgimin kulturore, arkitekturore të qytetit, për shkak se ne e dimë se ka një mungesë të madhe të njoftimit të fëmijëve me qytetin ku jetojnë dhe e dim sa e rëndësishme është veçanërisht në këtë fazë që fëmijët ta njohin qytetin, qoftë edhe nëpër masa jo shumë të thella, për shkak se pastaj ato do kenë mundësi më shumë të thellohen me leximet e veta, me vizitat e tyre që do i bëjnë, por është e rëndësishme që në këtë fazë ato të paktën ta dinë qytetin ku jetojnë, ndikon në aspektin edhe kulturor, po edhe social, po edhe në zhvillimin e tyre psikofizik, do të thoja. Fëmijët e mërgjimtarëve, por jo vetëm, patën mundësi të zbulojnë Tetovën përmes një shëtitjeje edukative, duke njohur nga afër historinë, kulturën dhe trashëgimin e pasur të qytetit. Rrugëtimi nisi nga komuna e Tetovës për të vazhduar te shtëpia e Halim Pash Derallës, e më pas përmes urës së Gurit drejt Galerisë së Arteve Ish Hamami. Mëtej vizituan xhaminë e Larme, simbolin më të njohur të qytetit, si dhe konakun e palloshëve dhe teqen Arabati Baba. Aktiviteti u mbyll me vizitën në muzeun e Mehmet Gegës dhe Rafi Halilit, pranë pjesës së vjetër të qytetit në çarshinë e epërme.